Shohim në rrugë, sepse në këto orë janë mbledhur në shtëpi ose janë duke u kthyer pas punëve të shumta të stinës. Vapa e nxehtë dhe temperaturat e larta nuk i kanë peguar banorët për të vijuar në punët e ditës, sepse të gjitha punët nuk presin. Është kurorëzim i lodhjes së dimrit dhe pranverës për të mos lënë prodhimin jashtë apo për vjeljen e pemëve frutore dhe shërbimeve në vreshta dhe perime. Në rrugën e Kafarajit u ndalëm pak me Veli Amataj, që po kthehej nga puna së bashku me gruanet dhe nipin e vogël. Një karrocë e vogël që drejton nipi i pa rritur mirë, një tufë e vogël me dele dhe qingja që ndjekin pas çiftin burrë dhe grua paksa të moshuar. Nga po vini kështu me djalit e karrocën, no? Po. A jesh komandanti për sot? Po, jesh Nipsha, djali Çupës. A, djali Çupës. Me dele, me familjarisht ku keni qenë? Ne shpinë kemi këtu larg dhe do vemi të vjelim. Që të vapës? Pjeshk. Sa do vini pjeshkët? Po. E latë kështu në kulmin e dregës? Po jo, tani se mund isha në punë, na punë erdha këtu dhe vetë. Janë pjekur pjeshkët? Sa dylym keni pjeshk? Kam 12 dylym. 12 dylym pjeshk dhe mo. Si ke dalë vitin e kaluar, vitet tjera? Ne kaluar kam dalë shumë mirë, po se këtë vit jemi çik dop. Pse? Mi dop se na qera është shumë molla. Se pjeshka shumë. Se mbrojtë dot Se mbajtëm dot se ishte mollën. I ka 21 ditë shit. Qa kroma, Na kroma, krimi, vrugu, krimi jo, se krimi nuk ka. në bësh përkati? Kemi bërë 4 herë, po. Nuk e mbrojtë dot. Edhe herë nuk janë se janë. Qa Herë nuk janë s'ka duha. Po qa lloj molle keni mbjellë? Mu kam bjellë Smith, Golden dhe Ajdere. Do më ke 3 kultivar që ti ato pikën në kohë të ndryshme apo? Po. Kur pikët e para? Smith mua vinë më merë Tirana në data 4-5 korik. Ke gjetu 3 vite tjera? Po, vitet e tjere kam parë. Dhe si vjet Tirana më merë. A vjen Tirana? Vjen Vjen Tirana Tirana me për pjeshkë. kështu i merë. Po mirë, Se i ka pëlqyer kështu dhe vjen Me i përqenë në qa me 400 lekë. 400 lekë. Sa kujtar prodhoni një karnet? Edhe Jo moll. 200 kujtar kemi. Janë ato pjeshkë janë 320 rrez. Edhe rreth 200 kujtarsh. Pjeshkë. Kam 10 vjeçar. Po pjeshkët vini të marrin pjeshkët? Po si. Vinë, po i marim. Me sa i marrin? I marrim me 400. Me 400 të zgjedhura, kokër më kokër. Si dhe qoftë keni pak interes apo? Jo, interes kemi, interes kemi. po atë s'kemi ja. Tash këto do i marrin dhe mbyllin kemi baç atje, mbyllin baç. Po ke interesit mbash edhe dele edhe mollë Tash edhe e kam mish për Jemi vete. në fshatën. Të them për vete. Jemi në fshat. Ah, jeni në fshat. Jemi në fshat. Normal. Po ja u deli me punë, me baklodi, ëh. Po, tash jemi të tërë punësor. Po djali. Te kam djalë në Çupës. Ja, ta shikoj që kamera Kam djali djalë në Çupës. Djali Çupës. Po ke martuar Çupën? Shej. Në shej, do të shkoj djali. Vete ai marrë shkollë, vjen rritë më. Vjen Te gjysë ne dy jemi se. Fëmijët i kemi. Fëmijët ku i keni? Itali. Itali, sa fëmijë keni? Katë, ne dy çupa, dy vjet. Të gjitha në Itali? Jo, çuna të vetëm. Ah. Çupa të Greqi. Po ti shkoni familjarisht? I shikoni në një Italia, Greqi? Unë kam qenë, për fakt, edhe në Greqi dhe në Itali të cunat. Ti Që do vej, Ke qenë vetëm pa... pa burin. Si kemi? Veliama. I kemi fëmijë të larguar edhe do me njëri tjetrin, do shkojmë se s'ben. Ne leke siguroni për subirim kja fëmijëve. Pare, na shi pa dhe për përpikjemi. Vjet dora shumë mirë me pjeshkën e. Edhe për të pleqeruar E me mollë, neve, do da dorën shumë, nuk nëse pas është jatin. As djalit, as nusës që të thonë ata. Gëzojmë shumë. Ishte krajsi që u takon
ne e nisëm emision e sot me udhëtimin e qytetit nga qyteti i Fierit, Levan, me pak pamje gjatë komunës së Frakullës, me pamjen e fushave, të shtëpive të reja, të bukura, të ndërtuara, dhe siç e pat, ndalëm në Ad me pak njerëz, fermer, rrugës, banor të këtyre fshatrave, duke hedhur në kamer gjithë të pamje të bukura të punë të këtyre banorëve që banojnë në komunën e Frakullës dhe që njihen tradicionalisht për punët e mira në bujqësi. Po ne morëm si shembull sot, u ndalëm pra në një moment paksa të veçantë. Pasi morëm bllokun e pjeshkëve, mollët, ne u ndalëm në një familje këtu, që është familja Kapaj, pra Fasnik Kapaj. Fasnik Kapaj me një histori paksa të veçantë. Historia është puna e kësaj familje të Fasliut, vite me radhë në bujqësi, dhe që ka arritur të ndërtoj pra gjithë të punë kaq të bukur, duke rritur 5 fëmijë, 2 nga të cilët kanë në Angli, një që sapo e intervistuam, që ka hapur servisin e tij në Fier, ne jemi duke ndjekur këtu dhe edhe djalin që ka dalë në internet nga Anglia, si e ka emrin djali? Pra, u ndalëm pak më shumë në këtë familje për të evidentuar, për të hedhur punën e mirë, mesazhet e njeriu të punës, siç është Fasliu, që ka punuar vite me radhë dhe vazhdon të punojë dhe që gëzon frutet e fëmijëve të djemve të tij që kanë marrë botën. Një familje pra ashtu si shumë familje shqiptarësh të ndarë nga fëmijët, jetojnë shpeshherë e ndjejnë mungesën, natë ditë ndjejnë mungesën e fëmijëve. Fasli, ne të erdhëm këtu për të mira në familjen tonë. Po një histori pak të shkurtër, këto ishin të dëgjuara nga unë. Ne ndoqëm dhe asistencën e mjekut të fshatit tuaj, që sa hym në fshat dëgjuam fjalët më të mira për Leandro Kapaj. Do të thotë njeri që e ka kthyer profesionin e tij në mision. Ky ishte mesazhi i parë që morëm nga Leandro Kapaj. Dhe ndoqëm vizitën që bëtë në shtëpi, ju tani aktualisht jeni i pamundur nga shtëpi. Si jam invalid. Po? Po bëj për 3 vjetë që jam operuar nga smundja em. Gjithsesi, por ne do ndaleshim pak në aktivitetin tuaj, Fasli, sepse ju jeni një nga bujqit, një nga fermerët ku merr shembull i gjithë qaku i Fierit. Masi ndan tokat dhe kaluam sistem privat, ju futëm punë në rrugëtir të skiste, edhe migracionin e benjim dhe punën të e benjim, se kam ngërë 4 vjetë në Greqi. Po? Dhe ato që mi mandej fustin punë këteja. Kryëm baqë, u bëm shpi fëmijëve, 3 fëmijë, djemëve të bëra shpi, martova, 2 vajza. Njaja tonë në Greqi. Sa për mora veç ju keni qenë, nuk e di unë historinë e plot të familjes, keni qenë 14 vjetë në Greqi. A është kjo një detaj më vete, shumë i rëndësishëm. Kur keni ikur në Greqi? Kam ikur në 4 anë janar 91 dhe jam shkëputur 25 janar 2006, as 2006. Pra ke ikur me fëmijët e tu përdojnë ato? Këta i kam marrë... I ke marrë shumë të vegjël këta fëmijët janë në Angli? Këta shi 13 vjeç, ose një marrë 15 vjeç. Ku keni ndenjë në Greqi? Në Grinjo, në Selamina, në Ishu. Po? Ande nga Lamia, në Artë. Dhe me çfarë punë keni marrë atje? Punës duke kemi thënë i këtu që qatë dilë për para dhe sepse do një lek. Asnjëherë s'kemi larguar çfarë do punë u ka dalë përpara. Bujqësi, ndërtim. Edhe të ishte punë, mos rrim pak. Pastaj si vazhdon vitet historia e familjes e fëmijëve tuaj në emigracion? Duke u rritur fëmijët, i mora me vete, si kam rënë një qafë për fëmijët. I pas që mora rrugë të mirë dhe të kërkuan piknin, se i ku gjatë tyre, brajua, ku që është atje. Nuk i mbate vëndi pra? Do ikim se ka lek me mirë. Nisat madhin në 2099, në ndonë me skap. Po? Për ku nis? Për Angli? Për Angli. Pasi kështë punuar në Greqi? Pas Greqis. Ba dhe me dokumenta në Greqi. Po.
Në 98 me dokumenta në shtetit Greqë. Iku në Angli mbas një vit të atia, nisa teti nga Greqia. Përsëri për në Angli? Për në Angli për dytë. Po. Dhe vazhdoj nga dhe sot, ka shtëpitë e tyre atje. Ka blerë shtëpi? Kam blerë shtëpi. Dhe kanë shtëpi kanë me oborë, janë me makinat e tyre, me punë. Nuk ka lëvizur nga puna që kanë vajtur, që kanë vajtur dhe sot. Dhe se kanë marrë ngritje në dhe tyre. Dhe jam I kënaqur nga fëmijët. Do thot janë djem të përkushtuar për familjen, për punën. Sepse në emigracion të mbash një punë për gjithmonë do thot që do të kesh shembull të njeriu që punon apo jo. Ata thonë menaxher në anglisht, në aty përgjegjësi që është për punë, menaxher, montalë, janë fugon besoj. Po, Fugon e punës. Po. Dhe fatim. Është në orar punës edhe tani. Janë të tyre që kanë shmëruar, kanë marrë të dy telefon internet që mbajnë me vete në pusë shpite. Çdo kohë të lidhen me mua. Kur je kthyer nga emigracioni pastaj? Në që kanë përfunduar emigracionin. Po. 26 janar 2006. 2006. Dhe ti erdhe me shpresë tani që në Shqipëri duhet punosh, si nisi punën në Shqipëri? Kisha filluar unë punën në Shqipëri. Duke qenë emigrant për ti shikoj edhe ekonominë. Vija nga punojmë andën, vinim këtu bëjmë punë të tjera. Marrojmë të punë, iknim para këtu tjera. Pra nuk e le tokën që të pushon të rrinë të djerë. Asnjëherë të rrinë të djerë. Edhe një problem se kanë. Edhe këtu të shikoj që të ndjerë poshtë lartë sardhja, poshtë fasulja. 2 prodhime njëherësh. Po. Apo andëja është temtaria ka jonë që brenda të filin. Përshëndes televizionin Apollon, familjen time, mamin, papin, gjithë vëllezërit e mi, motrat e mia, burin tim në familje, edhe të ardhë mbarë. Nga po na përshëndet? Nga Larisa, nga Greqia. U përshëndes në Anglia, në Maidstone, përshëndes baban tim Pasikapon dhe maman, edhe përshëndes televizionin Apollon. Kështu? Përshëndetje. Faleminderit Leonard, Leonard. Të urojmë gjitha të mira. Gjithashtu. Pra ishte një ndërprerje e shkurtër, e një bisede të drejt për drejt, që bëri familja Kapaj Fasliu me gjithë zonjën, me djemët e tij në Angli. Ishte kjo familje me sa duket pret gëzime, do të martohet djali I tij Leonardi, që na përshëndeti nga Anglia, përshëndeti televizion Apollon, po ne do të vazhdojmë ndërkohë do të vazhdojmë bisedën pra me zotin Fasti Kapaj, si dhe zonjën, si I keni emrin juve? Shqiponja. Ju jeni një familje, pra jeni një çift relativisht moshuar, si jeni shumë moshuar, që keni kaluar vite në emigracion. Tani po përjeton përsëri mungesën e fëmijëve të djemëve që keni në Angli. Ne sapo intervistuam djalin tuaj që punon Fredi pra që ka nisur punën vite me radhë e punon mekanik në Fier. Apo si ndjeni tani, edhe pse keni qenë vetë emigracion, si ndjeni sepse merak është më I madh për fëmijët kur e ke provuar emigracion, apo jo? Merak për fëmijët kemi, por prapë nga fëmijët që kemi edukuar, jemi tepër të kënaqur për sjelljen e tyre, për dashurinë e tyre për neve si prindër. Tepër të kënaqur. E natyrisht ka emocione nderuar shikues. Çdo prind
ka provuar largimin e fëmijëve, apo që ka provuar dhe vetë emigracionin, ka emocione që shprehet me ato lot që dalin nga sytë e nënës, por gjithsesi, këtu janë të përzira pra, gëzimi edhe me mirakull e fëmijëve, por rëndësi ka që juve ndjeni të kënaqur, të lumtur që fëmijët i keni mirë apo jo. Edhe mora veç që keni 5 fëmijë, fasti. Le të rikthehemi, shikoj djem, po pa emocione pa. Ju këthat kemi 5 fëmijë. Tani 3 djem dhe 2 vajza. Vajzat i ketë martura. Të martura 2 janë fëmijë. Po. Vajzat e madhe kanë njaru të levanit. I ke shkëmbyer atje, ke marrë, ke dhënë vajzën, ke marrë nusën, ke bërë ndrime kështu. Ajo beze shkaktarja. Po. Kurse vajzën e dytë kisha në barkës të fjerit, po me shtëpi i kemi bete shara, që e lagje liri, po jeton e banon në Grekin Larisa Grekis. Larisa, po. Çfarë kujton emigracioni? Më thuaj disa momente gëzimi, por edhe trishtimi. Çfarë kujton në emigracioni? Në emigracioni kujtojmë shumë vujtë, në Greki. Kur rrugtoj në Kemna 10 ditë, 15 ditë në Shqipë. Ke provuar të rrugtosh pra pa vizë? Pa vizë, 10 ditë, 15 ditë rrugë Kemna. Flinë në për rrugë, shtojnë beko që marë mbi dorë. Edhe atje ku vinjë flinë në për ferra, bëjnë qadra kështu. Se mos ta ka të policia, duke ardhur koha, në vitin 97 më ndihmoi një grek që më nxori një vizë te policia madhe Aleksandria, në Selamina me djalin, e ishte shkrimtar i bëra një villë atje në Gullë, në Plagagulli, gjëra duke. Me interesa pra ai të nxori një vizë, prap të bëri ndere, e quajnë ndere. Kartë greke. Kurse në Tetën pëse pajisa mund, djali dhe dhëndrën e matë mora me vete, pajisa dhe me dokumenta. Më ndihmoi një polic, një sekretar degës, që punë kisha për më familje tia. Pajisa me dokumentat edhe qunat, pajisa edhe që të vodi kërë më vonë prapë me dokument. Masi u rritën këta, u lashtonë dhe morë rrugën e mirë, as me bigjos, as me vjedhi, as me tutjesëm. 14 vjetë Grekia, 15 vjetë, nuk prujnë portokale nga Grekia në qantët familja. Po ku bjen diçka da mija me biletën, shqytëruar. Me faturë, po? Faturë. Me faturë da mija në dyqanë, me faturë me vete, njerë të projët një ju. E ku më dorën të dikush dojnë njerë, të që bëjnë një letë këshu dhe verë me telefonit. E punën që bëm, fillum, pastaj në martesat e fëmijët. Në dhe shtatëm ato vajzë dhe madhe, pastaj vajzë dhe dytë, ato djalin e vogël 2005-ën. Në vazhdim bisede me zotin Fasti Kapaj, duke treguar pra peripecit e emigracionit, largimin e djemve, largimin e vajzës, jetën në munges të fëmijëve. Po, duke qenë se ka bërë 5 fëmijë, Fasti Kapaj, je shumë i pasur. Me 5 fëmijë, pse ke edhe për... Po, edhe për ande, edhe për ande, edhe për te. Kemi një vajzë në djalë këtu. Kosovari thot kemi bërë edhe për luftët, edhe për luftë. Edhe për shtëpi. Edhe për shtëpi. Prandaj, si ndjeni tani dhe çfarë menduat ju kur u kthyet emigracion, çfarë do të bëni për fëmijët? Për fëmijët do të mendoj se gjithë jetë në ndjes da kalojnë. Mendova tokë, se tokë dhe kabinjëve në gjithë. Po? U vura për tarit, duke pasë, ku shkeptem shumë. Punë kam, se molla ka punë. Mbolle pra 7-2 mollë. 7-2 mollë.
edhe 3 dullume mbolla nektarin fillimisht, po mu thanë, dhe i zëndcova me kakim me parë, më shmollë dhe bura ta kumë të tegu dhe i shartova vetë bëra. Kuba të zezda, kajsi... Të kene në shartes tegër, pra. Dhe kam vënd për të edhe darë dhe kështu që të kene në gjitha. U bleva dhe një 2 lopë, në banja në shpi. Po të shi, ne ram nga mosha, baktit jashtu kam bajt edhe 1 lopë se kam 2 fëmijë të djalit dhe mban nusja. Bacën për mban djali vogël punon dhe janë tje ku është mekanik dhe të djelat, apo vjen një orë shpejtë dhe sa erët dhe duke shpikatur të baca. Djali dhe pse është mekanik, a i punon dhe bën dhe punë dhe bujësis. A i di i bën gjitha. Po. Do vi do korretion që do vi ta ngarkoj, ta bjerë aty, ta sistemoj. Jo vetëm punën që ka si mekanik, po të punë të ashe. Në atë kone parë, ishtë në ushtri dhe kishtë ekonomi ndimëse. Kishtë garantur ka rrujtën e gjellës, po kishtë dhe 5 domate aty të festa. Dhe kështu e dhe punë. Po shikoj vetëm nga imigracioni dhe shumore këtu, ko të punojnë ata ndja. Do të thotë, ndikje migracionin, po mos u harro vendin ku ke lindur. Jo, asnjëherë. Po. Unë kam djemë dhe vinë 2 herë 3 herë në vit në Anglia dhe ato ditë që vinë me pushime, vinë punojnë. Nuk rinë si një pjesë djemë që vinë lokale, vinë ata të venë, vinë që do vinë në plajë, do vitë janë do vitë maj kazme, do përshë si mollë. Apo një punë tjetër, nuk janë quna që të meren për i kotë. Se do ndihmojnë të vlanë, rapa, pasaj edhe në Shqiptinë. Është diçka e veçantë pra, në familjen Kapaj. Një njeri që ka dhënë dhe vazhdon të jap mesazhe pune. Mesazhe që i shërbejnë. Këto janë mesazhe për të rinjt. Këto janë mesazhe për cilin doj që shkon në emigracion dhe që do të mendoj edhe për vendin ku ka lindur. Sepse ju keni provuar atë presion që bën greku ndaj shqiptarëve, ju keni provuar jetën në mungesë të fëmijëve, pra është një familje e gjithë përfshirë në punë. Shqiponja, që është nëna e 5 fëmijëve, me shumë sakrifisë janë në 5 fëmijë. Si ndjesh tani Shqiponja? Çdo më thuash tani, lidhur me gjithatë jetën tënde të ngarkuar. Rrita nën me 5 fëmijë, i rrita. Morë rrugën e emigrimit, tani jam tepër e lumtur. Kam rritur ata fëmijë, një shpërblej sot në të ditë. Kemi nevojë për ta. Po. Janë emocione pra që shoqërojnë bisedën që po bëjmë me këtë familje me tradita dhe me njerëz të punës, por çdo të thoshe të fëmijëve, të gjithë fëmijëve të botës, që kanë punuar në migracion dhe që kanë vendin e tyre, çfarë porosi do t'u jepje zoti Kapaj? Të gjitha atë pak këto kësa kanë, atë projë u trashëgua nga kaluara, ta shfrytëzojnë mos ta lënë djersi, po ta shfrytëzojnë se të ushqen nuk të lep atë. Se është e kotë kjo se i punon ande edhe ku punon këtu. Ato që me ande ku këtu e do laj borgjët i ka bure shokja. Apo këtu. Ju keni ndjerë mallin në emigracion, mallin për vendin tënd. Çfarë porosie u jep fëmijëve dhe të gjithë atyre që janë në emigracion? Mos i ata djemë dhe vajza që janë me fëmijë në emigracion, në ratë parë mos të harrojnë gjuhën e tyre të nenës, gjuhën shqipe, do mësojnë. Asë njën familje do të klasin gjuhën ati vendi ku janë, po vetëm shqipe. Këtë u ka them dhe dhime të një, edhe një pa se kam 30 cakokët e në një. Sa ke në Angli? Një 30 cakokë, një pa e 30 lipa e kushërinj. e vlezë, në shëptash. Por, gjua men, Kalabrezët kanë 500 vjetë se kanë arruar. Albanitas i Greki nuk e kanë arruar. Shqiptarët e Amerikës nuk e kanë arruar. Si mund të arrojmë ne me 5 ditë vajtë. Ju keni bërë vizite në Angli, si shmora vesh. Po. Çfarë bëri përshtypje në Angli? Në Angli ishte në tjetër jetë, tjetër kulturë,
Pasnjë nuk krahasohen dot me tradita dhe zakonet që kemi ne. Janë shumë larg. Ne dim presim mikun. Dim presim dhe armikun. Dhe ta garantojmë jetën që mos na i rasti ta ngre turpi. Kurse kur të vete mik tek ata do majsh birrën me vete i ta pisë, sta jep angel. Janë larg. Dhe ata kur vi këtu tek ne që kanë ardhur tek unë, vjen të çuditur. Që nuk fut dorën në xhep, sa i dajnë me xhepin e tia, edhe burri me xhepin e tia dhe gruaja me xhepin e tia. Edhe gruaja me burrin ndajnë qesen, Ka veç qesen. Po që janë angles, të tjerë të ti. Çfarë tha anglezi për Shqipërinë? Isha i ftuar te një familje angleze, më ftoi për vizitë, shkova me djalin dhe me nusin e djalit. Dhe më pyeti si të duket Anglia. I tha shumë e bukur, po me bukur me vendi im jo. Dhe a i tha të lumë, tha mua, ashtu është, si vendi yt nuk ka. Por unë e di ishte në Shqipëri se plojë të rëndë ato, po më tha mua ti më shiko se Anglia ka zhvillim, ka tjera shumë të bukura, por vendi tënd krahasoj me fqinjtë e tu. Dhe aty matu, mos u mat në këtë se Anglia për Angli punon një botë të tërë dhe ajo merr të ardhur nga shumë shtete të botës, me të ardhur. Edhe ndajsh tjetër jetë këtu, kurse ju punoni me kratë tuaj, me djesën tuaj. Nuk keni marrë të tjere, kurse ne u keni marrë, dhe anglezi. Dhe kështu është e vërteta, me fqinjë do të matesh, asnjëherë me të largë. Çfarë do të thosh djemve tu që janë anglisë, ata e duke ndjekur në këto momente, që bëhet transmetimi pra i televizion, ata e duke ndjekur televizion, çdo të thosh djemve Leonardit dhe djemve tjetër. Unë gjithmonë që kam përsysh dhe për një në ratë patë shkojmë mirë me shoqërinë. T'jenë korekt me punën dhe me ligjet dhe kishteti. Po t'jenë me këto në rregull, janë në rregull dhe me vendin e tyre. Se nëse ata nuk zbatojnë këto ligjet dhe kishteti, ofendojnë vendin e tyre, thonë shqiptari, kështu bëjnë. Por unë jam krenar me ta se i kam kontrolluar vetë, i kam vajtur, jam krenar dhe nga aspekti i kam bërë të huajt, duke i vajtur ne, si prindët që na kanë marrë për kafe, na kanë qenë restorant, na kanë qerasur të huajt, se i babaj filani, babaj këtij djali. Kam respektu dhe për turqit shumë në Angli. Turqit na kanë respektuar shumë jashtë mase. Mua, duke nga shkëllë çunet, duke qenë se ke shqiptar. Po, Shqiponja, ti ke 3 fëmijë jashtë shtetit. Ke rritur 5, po 2 ke këtu prapë me vete. Djalë dhe një psu, e kam. Drejtohet pak fëmijëve që ke jashtë shtetit. Vajzës që ke Larisa dhe 2 djemve, çfarë do të thuash? Unë them të kemë punë të mbarë, jetë, shëndet, Dhe të mos harrojnë? mos ta harrojnë Shqipërinë dhe prindrit dhe vëllezërit e motrat e tyre të kenë dashuri për njëri tjetrin. Po e them se i kanë, se jeta dhe koha i provon se i kemi edukuar. Dhe si fundi, duke qenë se ju keni bërë kaq punë në shtëpinë tuaj, keni bërë kaq punë me tokën tuaj, çfarë do të thoshe ti fermerëve shqiptar, buqëve që punojnë, atyre që lënë tokën? Punojnë, asnjëherë mos ta lënë tokën pa punojnë, se nuk të lep atë toka. Ne pra tokë vojtëm 50 vjetë. Se pa ta që pa ta tokë të trash gorë sot do ishim më mirë, si gjithë botë. Dhe asnjëri dhe ai që lë tokën pa punuar për mua, nuk është i zoti asaj pune dhe nuk i takon. Po se se punon. Do të jetë zoti asaj tokë. Po, atëre të ndërru shikues, pra ishim në familjen Kapaj, me zotin Fasti Kapaj dhe Shqiponja Kapaj, në shtëpinë e tyre, ku morëm mesazhe të rëndësishme, mesazhe pune, mesazhe jete, mesazhe traditash. Po ne do të vazhdojmë pra të shikojmë pak edhe punën që është bërë në familjen Kapaj, atë punë që është bërë me duart e Fastit dhe Shqiponjës të djemve të tyre, rreth e qark shtëpisë, është një mesazh kulture, një mesazh traditash, pritje familjare, që është diçka e veçantë pra që ne
kaluam në këtë ditë udhëtimi e qytetit në Kashisht, fshatin Kashisht të komunës së Francës. Tani përkohësisht është i smur, pak pastiu, por punët i keni ndarë bashkë. Bashkë me pastiu. Si keni ndarë, keni pas probleme kështu në ndarjen e punëve në radhën, apo çdo gjë keni bërë bashkë? Pastiu përpara, unë mbrapa, nosja me mua, me fëmijë. Eja të ti merë për jashtë këtë shtëpi të reja. Pastiu është i smur, i bën nosja, djali, dhe të dhe unë, po. Me shumë të shumë në nusës dhe djali. Hajde Lelo, hajde të vëta. Ishë bëmë shumë pastiu të një. Ik Lelo, ik shtetë, ik ligi, ka për pejkate qëtë. Nësë një pak. Sa një për mbesa këtë? Kam plot, 2. Pa numëroj njërë. Një për edhe 5 mbesa. Ja një pa për mes, një për shpër. Ullu, këtu që të filmoj i Xhaxhi. Ja dhe një pi e erdi Kam të pranë. djalit vogël, Po. të Fredit. Se ka e me ky? Fasti kapaj. Fasti kapaj, fasti ju e ti fasti ju. Se kesh pasar, si ka ziltari. A i ka në emrin, shikoni, se çfarë ka bërë fasti ju dhe një. Emrin e ti, këta e bëjnë kërë zakonisht, apo ke mësor ati këtë? Jo, e ka vend djemët pa edhe vajzat. Lire vajzë. Pa ditë gjejtë se ne punë të kërkojnë emrin të kokë që në të bugvajtë që në zakoni. Po. Ata ku e merë lafin vajza madhe, emrin e ka. Kjo është fasti ju tha? Edhe ne ta si të resim Lelo. Lelo i këtë thirë dhe pjatit, Fredit. Hajde këtu të nëna, hajde. Pra jeni bërë tani Hajde kapi nëna për qak. gjyshër me shumë nipër dhe mbesa. Çfarë ndjeni me fëmijët, të keni? Jemi të për të kënaqur. Kënaqësia më e madhe është e nipat e të mbesat. Unë nga fëmijët e mi s'kam asnjë në prerë, apo në krah. Kurse këta, su t'i flas djali, vetë hasë me mua. Me këta s'lodhesh do të. Jo. Edhe këta do në t'ju fri qik me mua ndarë. Pile dhe djali që si math, kur vjen nga puna do të fute qik të kërvati im një. Të rrijat e mbrapa kurritit, s'plen që këtu me këtu. Si shpjegojnë këtë dashurin ndaj gjyshërve? Se shumë fëmijë duan gjyshirit shumë. Mos ka të bëjmë atë që ju së thoni që fari lirin. Gjenë bështeti. Ju I lirin të lirë do më. Qa duhet të kërkojnë ata në atë të tojnë? Te kjo gjë lirin, parapani duan. Është pak, në qofë se ju kryon një lirin, atëre ju do të duan shumë më bërë. Ne në duan shumë babajin. Duan babajin, duan... Si quajnë të vajzën? Si të quajnë të Elena? Kapaj. Elena Kapaj. Elena ka lindur në Shqipëri apo në Greqi? Ka qenë Greqi. Puni ka qenë. Djali është rritur më thoi, ka kalu 40 vite në Greqi. Ky Fredi dhe la pak, një 45 vjetë. Si i vogë dhe se ka nga në rrugën kemë që ata mi dokumentet e mija, unë nga do busë. Nga do busë. Nëse duke më dhejnë të ata kanë iku me kanë, me jarë dhe me. Jemi këtu në borë pra. Në borin, këtu është shtëpia tjetër e fëmijëve, e djemve, janë shtëpi të ngritura pas viteve 90. Do të përfundojmë të emision me pamjet që do të marim rreth e qark shtëpisë së Fasti Kapajt, aty ku duket djersa dhe duart
e punës, pasti kapaj të shqiponja kapaj, pse jo dhe të fëmijëve, edhe pse janë emigracion, vazhdojnë, vinë këtu, punojnë dhe investojnë për shtëpinë e tyre, për tokën e tyre. Faleminderit zoti Fasti. Faleminderit për bisedën që bëmë së bashku. Unë falenderoj televizion Apollon, ju falenderoj juve, atë si gazetar, jemi shumë respektuar, falenderoj dhe operatorin, Gjendi Baj, që është i palodhur në punën e tij, falenderoj gjithë stafin televizion Apollon, që ndjekin dhe punojnë për të kushtimin, nuk le asnjë pa kapo probleme reale të popullit. Am luat piese de emigrațion, am mers 2 ori pune, pe Nadal, i-am făcut în emigrațiune, am văzut școlă în mestre mecanice, de Petrosota, am văzut cum din serviciu. Tjetër, am făcut sanate, generic. Dhe bashkë me një shokun tim, ai punën elektroaut, unë punoj generic dhe punojmë bashkë. E kemi hapur Me qera kemi marrë? Me qera, me qera. Jemi të dy largë që nga jeri, vim për ditë, punojmë, ushtrojmë e zarati. Kemi klientel? Klientel kemi të. S'kemi radhë. Çfarë defektesh keni hasur më shumë në punën tuaj? Kemi hasur defekte më shumë në punën tonë që benzat e rinë që kanë dalë kamë. Janë shumë problematike. Nga mos të rregullimi tërë pasere shuar në servis, i panuar ndërrimin e vajrave e fitrave, i kanë shumë të mërdojshme. Kanë disa paketa shumë të mërdojshme që dërrojtë nga ujrat. Sipas vendimit tuaj, çfarë duhet të ketë parasysh shoferi në? Shoferi duhet të ketë parasysh. Herë pas here të kthehet në servis me një servis të afërt, ta kontrolloj direkt vendet ku ka kullimet e ujrave, janë më të domosdoshme. Po servisi periodik sa kohë duhet bërë? Një herë në 6 muaj duhet bëhet kontrolli i mesës në makinës. Do të thotë që të rinj, të mosha juaj sidomos ecën shpejt. Ecën shumë shpejt, shumë shpejt. Edhe shpeshherë makinat janë pasigurta. Pasigurta, dalin në rrugë, vetë ja u duket ndërim sa më shpejt. Fredi kur përfundon një defekt. Fredi kur përfundon një defekt, je i bindur që
je I qetë në vetën tënde që zëta gjejnë më, gjejnë ai plot. Një ditë që e kam në dorë, e bëjmë me knajsi punën dhe e bëjmë të kushtuar në të punë që mos në rikthehet me për atë problem, makina. Ngele t'i kënaqur dhe klient me punën që I bëjmë. Se të di për punë tjetër, jo për atë punë. Se po jeti për atë punë I dhja që neve mos kemi për atë. Dhe pse janë kushtet e krizës ekonomike, një përsin keni pas punë. Si që shikoni vetë, punë kemi të. Makinat të dyja ura që kemi të zena dhe... Ju banoni në fshat. Fshatin ka shisht. Fshatin ka shisht. Po me punë të shtëpisë, të familjen? Po, paga shumë, që me në vetë qatalë. Do thotë që punëson njerëz që të kryen atë punë, po edhe vetë je marrë në punë të bujqësisë. Ditë diellave po, njefin shumë se njefin. Punon ditë diellave. Punojmë ditë diellave në fshat punojmë. Merrim punë të fshatit. E mendoj që po të punosh me tokën edhe aty ke të ardhur? Po si s'ke me çdo gjë po të punosh ke të ardhur. Shkollën Petro Sova dhe mbas shkollës kemi shkuar një vit eksperiencë punë në Itali dhe mbas kësaj kemi hapur një aktivitet këtu në Shqipëri. Në Itali çfarë? Me çfarë u njohët? Me makinat elektronike më tepër dhe me këto klimat, kondicionerat në përgjithësi me një usta italian dhe na ka ndihmuar shumë. Sa kohë që punon me servisa makine? Aktivizoj këtë zanat kam rreth 6 vjet që merrem me këtë punë. Fillimisht në servis tjetër? Kam punuar në një servis tjetër, pastaj kam hapur punën time. Tashti keni hapur këtu së bashku me një koleg, me një shok të tim, me Fredi. Jeni moshatar kështu? Po, jemi shok moshe, shok shkolle. Çdo gjë kemi bërë. Çfarë u bashkoni më shumë? Shoqëria më tepër. Shoqëria. Dhe tash jeni koleg pune, jeni ruani shoqërinë dhe shumë shok. Kjo ju ndihmon në punën tuaj? Po, na ndihmon jashtëzakonisht shumë. Si keni shkuar gjithë këtë kohë me këtë servis? Në përgjithësi shumë mirë. Keni pas probleme me klientët? Me klientët që kemi zakonisht të rregull të gjithë klientët që kemi. Po, nga ana juaj, se ata të rregull po nga ana juaj. Jo, asnjë lloj problemi s'kemi pasur. Për punët që kryen. Për punët jo, e kemi të gjitha, e kemi kompletuar punët me kompjuter, me të tjera. Çfarë do të thoshte moshatarëve tuaj që bërin rrugët e botës? Bashkë moshatarëve të mi do të drejtohen që të punojnë në vendin e tyre, të sakrifikojnë, domethënë të punojnë dhe tokat, se dhe ne këtë punë bëjmë, punojmë dhe tokat dhe këtë punë I kemi të dyja, domethënë që I mbajmë në vëzhgim. Për prindrit ka shumë nevojë që djemët janë pse mos të zhvillojnë vendin e tyre, siç po e bëjmë ne. Dhe pranë familjes. Pranë familjes. Çfarë mendon për të ardhmen? Ëndrat e tua? Ëndrat e mia thjesht, domethënë kam me shumë pasion këtë lloj zanati dhe s'mendoj se do ndryshojnë një gjë tjetër. Që qëndruam në servisin e 2 mekanikëve të rinj, u emocionuam për përkushtimin e djemve ndaj punës, respektin ndaj klientëve, për saktësinë e punëve dhe korrektësinë. Edhe pse sapo ka filluar puna në këtë servis, oborri është I mbushur plot me makina që presin për të riparuar defektet. Jam shumë I kënaqur nga shërbimit që më bëjnë këta çunat tuaja. Dhe jam shumë I kënaqur me shërbimet që ka bërë, plus dhe kam sjell dhe njerëz të mi këtu të vinë jashtë nga Greqia për pushime dhe I bëjnë shërbimet e makinave këtu në Shqipëri, se kushton më lirë se në Greqi.
Dhe jam shumë i kënaqur na Bledi dhe shokët e tia punëtor. Je në emigracion? Unë kam qenë në emigracion, mbaj makinën me targa të huaja për të tjera probleme patente, se kam patent targa të huaja. Shkoj në emigracion për gjëra se kam hapur biznesin tim këtu në Shqipëri. Çfarë biznesi? Kam një lokal të vogël, një lokal shumë me... Ndihesh më mirë këtu tani se sa? Ndihem më mirë se këtu jam në vendin tim. Jam djem të ri dhe kam besim të këta, më bëjnë punë të saktë. Janë korekt, nuk gënjejnë, se zakonisht usallarët dalin që nga lafi, edhe gënjejnë që këta janë quna shumë mirë, edhe bravo i qoftë, dhe esim me këtë që ka këtu dhe ka fituar simpati dhe respekt njerë, për të tërë ta shofera dhe të mjetër. Na të rrugin vëmendjen dy djemë të rinj që janë ofruar për të mësuar zanat dhe Fredi me Bledin i respektojnë, pa paragjykuar se një ditë këta djemë të vegjël do të nisin punën e tyre. Këta të rinj kërkojnë mbështetjen e zyrave të punës për t'i ndihmuar sipas rregullave dhe udhëzimeve të qeverisë. Këto biznese kërkojnë vlerësim dhe mbështetje për t'i larguar të rinjt nga punët e këqija dhe për të krijuar kushte të integrohen në jetë. Kam me qef zanatin. Studiojnë, shikojnë, punojnë. Sa muaj kanë këtu? Kanë rreth 6 muaj këtuja, 2 të parët, kurse më i madhi ka pothuajse 3 vjet që punon në këtë punë. Me çfarë profesioni? Elektroauto. Elektroauto. Shumë mirë. Urime. Urime. Në shtëpinë e Isa Kapajt, Hoxh i njohur jo vetëm nga banorët e fshatit, por nga gjithë treva. Hoxhi Isai aktualisht shërben në xhaminë e Frakullës, por puna e tij bindjet në vërtetësinë e fjalës së Zotit të dërguar nëpërmjet profetit Muhammed, të shkruara në Kur'an, i ka dhënë fuqi Hoxh Isa Kapajt për të hyrë në botën shpirtërore të njerëzve që ka kontaktuar. Vakumi shpirtëror, streset dhe vujtet me karakter psikologjik kërkojnë komunikim të ngrohtë dhe fjalë të argumentuara. Më bukur dhe saktë se sa ato që janë shkruar në Kur'an, tregon Hoxhi Isai, nuk ka shforca ime, por argumentet e pakundërshtueshme të Kuranit që i bën njerëzit të besojnë për kapërzimin e ankthit, stresit, dhimbjeve që shumë herë kanë karakter psikologjik. E gjetëm Hoxhi Isai në shtëpinë e tij të thjeshtë, në bibliotekën e vogël aty pranë shtëpisë, dhe shfrytzuam rastin për një prezantim të besimit fetar në këtë fshat të vogël të Kashishtit. Pra jemi në shtëpinë e Hoxh Isa Kapajt. Isa Kapaj është kënaqësi që takojmë së bashku në fund të emisioni Udhëtimi jashtë qytetit. Kënaqësi është dhe jemi. Ne u ndalim këtu duke dëgjuar që është një nga djemtë e fshatit, bide këtij fshati, që punon me si Hoxh xhamin e Frakullës, dhe që ju më marrë që ngritë dhe një mikro bibliotek të vogël këtu, pranë shtëpisë. Do thotë që ju bani ushqimin shpirtëror të njerëzve. Çdo ta thoshit për përkatësit fetare këtu, bashkëtesën fetare dhe çfarë bëhet. Po, është e vërtetë që jo vetëm këtu në fshatin tim, por edhe në Shqipëri bashkëtesa fetare është për të marrë shembull. Harmonia fetare midis religioneve. Dhe këtu ndodhemi dhe thotë vetë që është një mikrobibliotek ku është kënaqësia ime që
studioj, lexoj dhe marr dije të pashteshme nga Kurani i Madh Allahu shumë. Gjithashtu punoj dhe në shërbej tek xhamia Fragës Vogël. Një xhami e re, e ngritur në këto trevën tonë, sepse besimi i kësaj treve është i religionit musliman. A dhe çfarë bën Kashishti për katësitë fetare? Kashisht është një komunitet i ndarë në dy pjesë, po brenda besimit musliman, në atë islam dhe Bektashan. Pak më largë se këtu janë to tyrbet e Hambarit, shkojmë edhe ashtu. Pra ju s'keni ndarje me thik? Jo, absolutisht. Nuk urrejnë njeri apo jo? As kemi ndarje të prerë, që do të thotë ai Bektashan, ky musliman. Jo. Është dhe se një. Diçka për Kashishtin, ju thati bashkëjetesa fetare është karakteristik një nga virtutet, nga pasurit i popullit, që jemi ne, ku ortodoks, musliman, katolik, bektashian, ka një bashkëjetes, një harmoni. Kjo është dhe vlera më e madhe të ta quaja që Zoti ka falur për ne shqiptarët. Bashkëjetesën fetare, mos çarjen në komunitetet fetare. Kjo është një mrekulli, dhe se kaq mund ta quaja, mrekulli. Dhe një minjoje për ne që din të ecim dhe të në një vijë dhe rrugë të drejtë në fe. Në fe. Baçi juve jeni dhe shëronjës popullor? Po. Si e bëni këtë? Shërimi këtu te unë e tek gjithkush që është islami vërtet, bëhet vetëse me anë të syreve kuranore. Me anë duke i mbështetur pik për pik traditave profetike dhe Kuranit të shenjtë, pa dal nga jashtë Kuranit. Pra, si që ka përcaktuar dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, çdo gjë që nuk përmban shirk në vetvete është shërim i lejuar. Që do thotë mos dalja nga Kurani. Juve e keni një ushqim shpirtëror të ushqim shpirtëror dhe i pushtoni njerëzit duke lexuar këtë Kuran. Nuk pushtojmë. Njerëzit janë të bindur që Kurani është ilaç dhe shërim për besimtarët. Për besimtarit. Kjo binde nëpërmjet leximit apo nëpërmjet leximit të Kuranit. Dhe disa i gjithë Kurani është shërim, ilaç dhe shërim. Nuk ka rukje apo dua të ndara. Pavarësisht se ne ku e këndojmë rukje, quhet një pjesë disa dua kuranore, quhet një rukje. Por se kjo nuk do të thotë se kjo rukje dhe vetë se kjo është e përcaktuar për shërim. I gjithë Kurani është shërim. Kurani është dhe shërimi është i mbështetur në shartet e Islamit. Duke filluar nga namazi, nga falja, nga rregullat dhe shartet që duhet të bëjë një besimtar islam. Nga pastërtia e zemrës e shpirtit dhe mësandaj të tjerave. Ju keni dhënë shumë raste që njerëzit i sillnin edhe nëse kanë një çoroditje shpirtërore apo psikologjike, ju keni sjell në si e keni arritur këtë? Kjo nuk do të thotë se atë shërova unë. Ilaçi vjen nëpërmjet robit të Allahut. Shërimi është vetëm nga Allahu xhaleshano. Ilaçi i ka ardhur nëpërmjet robit të Allahut. Dhe këtë do ta fiksoj çdo njeri. Se është dëgjuar shumë termi që më shëroi Hoxhi Sahi, shëroi të tjerë. Ilaçi vjen nëpërmjet robit të Allahut. Po robi Allahut ka predikus, ka njerëz që merren me atë punë, siç jeni ju. Këtu po them. Kjo është. Jo se jam unë. Shëruesi është vetëm Zoti. Shëruesi është vetëm Zoti. Ju e keni mision shpirtëror të si e konsideroni këtë lloj pune? Ky është një mision më tepër shpirtëror, human dhe një kënaqësi kur shikon vllain e vet që
e nxjerr nga i terr dhe nga gjendja psikologjike. Çfarë kërkon njerëzve shpërblim? Absolutisht asgjë dhe ndihemi ofenduar ti kërkoj shpërblim. Besoni jetën e vërtetë? Po. Është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Si e shpjegoni? Unë e shpjegoj në këtë formë. Do t'ja pret thjesht vetëm një shembull. Pra, do marrim shembull një fëmijë në barkun e nënës, në atë mitrën e errët. A di gjë ai fëmijë përse i duhen gjymtyrët ku të dalin në jetë sy, vesh, kund, këmbë? Nuk di. Dhe se ku del në atë, po nuk pas kanë dashur sy, po të pa, vesh po të dëgjuar. Gjymtyrët për të punuar dhe luftuar me jetën. Kështu është vetë ajo jetë atjetë që ne nuk e shohim, por se e besojmë. Dhe kjo është çelësi dhe sekreti, që dhe Zoti nuk e shohim, por se e besojmë te krijesa e futës natës në ditë, dhe të ditës në natë. Pra, kjo nuk është dore e njeriut. Është një rregullator. Por sa herë dore e Zotit, në ndes qie i plot me hyje. Pra, vallë njeriu e ndes atë? Jo, kjo është. Është se Zoti, dora e Allahu xhaleshanu, dora e Zotit e vërtetësisë. Ka shishti një fshat me resurse natyrore, i vendosur buzë vjosës, me njerëz që punojnë. Kush ka dhënë këtë fuqi, këtë forcë, që të bëjnë kaq ndryshime në natyrë dhe e të jenë kaq njerëz virtuoz. Besimi në vete. Besimi në vete. Besimi në punën e ndershme. Besimi se puna është jetesa dhe rregullimi familjar. Veç se me punë, me djers, me mund. Pa punë, pa djers, pa mund, ndime nuk ka as rregullim. Keni patur raste njerëzve me çrregullime nervore. Ju keni mundur që të riktheni në botën e tyre, në një jetë? E si keni arritur? Me 100 raste. Po. Jo. Si keni arritur? Po, me 100 raste. Veç se me ndihmën e Allahu xhaleshanu dhe fal Allahu xhaleshanu, besimi i plot dhe përmbajtja brenda Kuranit, ajo është vetëm vërtetësia dhe shërimi i plot. Sinqeriteti, jurisprudenca dhe pastërtia e fesë. Rregullat dhe se rregullat si nga hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe Kurani. Se Kurani nuk mund ta shtjellosh dot pa hadithe, pa thënie të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pa traditën profetike, nuk futesh dot as në shërim. Gjithkush që del jashtë kësaj tradite është i dështuar. Është vetë se manipulus. Nuk mund të bësh shërim të plot. Atëherë mjeti, arma e fuqishme juaj është ky Kur'an. Arma e fuqishme dhe libri Kurani i hyjnë është vetëse mjeti dhe shpata e mpërt për mbajtjen e rregullit të fesë dhe për shërimet që ne po flasim. Çfarë mesazh do të jepni besimtarëve? Çdo besimtar, jo vetëse musliman islam, por çdo besimtar ti përmbahet vetëm besimit në një Zot. Ai është besim i rregullt. Besimi vetëm në një Zot. Besimi i drejtë. Për të gjitha llojet e besimeve, çfarë do t'i thoshit dëgjuesve? Se dëgjuesit tan janë të disa besimeve. Të çdo lloj feje, sekti fetar, unë jap këtë mesazh. Të gjithë dhe vetë një Zot është, një besim në një Zot të vetëm e përbashkët. Ai është vetë rregullatori i galaktikës. Dhe njëherë i përgëzoj vetëm për sinqeritetin dhe harmoninë fetare. Një Zot i vetëm është. Faleminderit Zoti. Faleminderit. Faleminderit.